TikTok, nga biznes fitimprurës në burim konfliktesh të rrezikshme në Shqipëri. TikTok ka gjetur një përdorim jashtëzakonisht të gjerë në Shqipëri me një numër të madh përdoruesish duke u kthyer kështu në një platformë fitimprurëse dhe burim të ardhurash. Gjatë viteve të fundit, rrjeti social ka nxjerrë në pa dhjetra influencer që kanë arritur sukses financiar duke e kthyer TikTokun në një biznes të mirëfillt. Figura të njohura si Kozaku, 20 vjeçari më i madh dhe shumë të tjerë, janë përmendur shpesh si shembuj persona që janë pasuruar përmes përmbajtjes në këtë platformë. Megjithatë, krahas suksesit dhe famës, TikTok ka sjellë dhe një sër problemesh serioze. Prej muajsh, pothuajse çdo ditë raportohen konflikte të reja mes përdoruesve të rregullt të live streameve, ku përplasjet verbale, ofendimet dhe kërcënimet janë bërë pjesë të zakonshme e përmbajtjes. Në këto konflikte janë përfshirë personazhe të njohur për publikun shqiptar si Kozaku, Gucci, Fire, Greca, Klevisi i Korçës, Klevisi i Vlorës, Diamanti Blu, Mafia, Aroni, edhe Semi Dubai. Përplasjet mes tyre ndodhin shpesh në live duke u kthyer kjo në një spektakël për publikun. Në disa raste këto përplasje verbale kanë kaluar kufinë të fjalës dhe janë shndërruar në konflikte fizike dhe armiqësi të hapura. Sipas pretendimeve të bëra publike, personazhi i njohur si Rasimi është dënuar 2 herë brenda këtij viti ku autor përmendet Aroni. Ky i fundit, një emër shpesh i përfolur për përfshirjen në episode të dhunshme, ndërkohë që vet nuk shfaqet drejt për drejt pasi ndodhet jashtë vendit, konkretisht në Itali. Fakt demiş ki shtakën a me 100 kilometrë. Në për një sëstikës. Fakt, Një rast tjetër që ka tërhequr vëmendje të madhe është ai i Diamantit Blu, i cili është dënuar gjatë një videoje live pas një konflikti të gjatë të lindur më herët me Aronin. Pamjet u përhapën me shpejtësi në rrjet dhe u konsiderua nga shumë si një mesazh negativ për audiencën, veçanërisht për të rinj. Po ashtu një incident tjetër i rënd është raportuar ndaj personazhit të njohur me emrin Gjak Ftot, i cili është dënuar duke shkaktuar reagime të shumta për mënyrën se si ndodhi ngjarja. Edhe në këtë rast, dhuna është e shoqëruar me publikim videosh dhe transmetimesh live, duke e kthyer konfliktin në një përmbajtje publike. Rrof me çekeç. Shikojnë 2 vet ata. Një minutë në shekiq. Megjithatë, këto episode nuk lidhen vetëm me një individ të vetëm. Në një rast tjetër, vëllezërit Baka janë përfshirë në një incident të dhunshëm në Gjermani ndaj Fire, pas ofendimeve të ndërsjellta të ndodhura më herët në TikTok. Ata e kanë cilësuar ngjarjen si një rast nderi, por mesazhi i përcjell në publik ka qenë negativ, pasi tensionet dhe armiqësitë midis palëve janë thelluar edhe më shumë. Ndërkohë edhe Gucci, një personazh mjaft i njohur dhe i ndjekur nga të rinjt në TikTok, është plagosur në Durrës. Dyshohet si pasojë e konflikteve dhe ofendimeve të lindura në rrjet, ndërsa identiteti i autorëve mbetet ende i paqartë. Një tjetër rast që ka ngjallur shqetësim të madh është ai i dhunimit të Suada Muçës, një personazh i njohur për ndjekësit e TikTokut. Ngjarja ka marrë vëmendje të gjerë në rrjetet sociale dhe deri më tani nuk ka një autor të konfirmuar zyrtarisht. Megjithatë, Suada ka akuzuar publikisht Xhemal Lukën, i njohur si Fire, duke i lidhur me incidentin dhe konfliktet e mëparshme të lindura në këtë platformë. Këto konflikte në TikTok po bëhen gjithmonë më të shpeshta dhe më të rënda, ndërkohë që mbetet akoma e paqartë se si do të përfundojë kjo situatë. Personazhet e përmendur janë të njohur për publikun, por nuk dihet se sa persona të tjerë, më pak të ekspozuar mediatikisht, kanë pësuar pasoja të ngjashme si rezultati i përplasjeve të nisura në këtë platformë.